Asgjë nuk është e ri në Kuvendin e Kosovës. Edhe sot gjithçka ishte përsëritje e seancave të kaluara. Kryesuesi kërkoi që partitë të propozojnë anëtarët për komisionin për votim të fshehtë. Partitë refuzuan, komisioni u hodh në votim, votimi dështoi. Me 54 vota për, 1 kundër dhe asnjë abstenim. Dehari mbylli seancën me përshëndetjen tashmë të zakonshme. Shihemi pas 48 orësh. Dallimin sot e bëri Memli Krasniqi, i cili përgjithësinë për të folur në emër të PDK-s, ja kaloi Vlora Çitokut. Ish ambasadorja kërkoi reflektim nga Kurti që të zhbllokohet situata, ndërsa refuzoi të komentojë deklaratën e tij ku vlerëson se PDK-s i duhet edhe një mandat në opozitë. Ne nuk i komentojmë dëshirat e deputetit Kurti. Ne e vlerësojmë realitetin politik që e kemi në kuvend. Nuk ka shumicë parlamentare. Vetëvendosje Gishtin e Fajit vazhdon ta drejtoj ka ish bloku opozitar. Deputetja Mimoza Kusari Lila foli edhe për kërkesën që të mblidhen një herë në javë, e cila sipas saj ka pasur për qëllim ta presin vendimin e gjykatës kushtetuese. Pas kërkesës së AAK-s që të interpretohet ndryshimi i mënyrës së votimit. Ekziston një afat kushtetues, në momentin e konstituimit të kuvendit janë 15 ditë për të ardhur deri te ajo pikë, cila pastaj do të jetë informat për të gjithësisht. Edhe qeveria, edhe përbërja e qeverisë mund të dihet dhe kush janë ata që e votojnë me 61 vota. Në emër të vetëvendosjes foli edhe deputetja Albulena Haxhiu. Nuk është e qartë se çfarë do opozita. Pra, në vazhdimsi, siç keni parë, kanë qëndrime të ndryshme. Është e qartë që ata kanë preferenca, kanë emra të përveçëm. Ne bazohemi në të drejtat kushtetuese. LDK kësaj radhe nuk foli pas dështimit të seancës, por disa deputetë të saj në fillim shfaqën qëndrimet e tyre. Nuk ka prishmëri, nuk ka asgjë prishmëri, vetë deklarimet e zotit Kurtit tregojnë që ai nuk është interesuar për formimin e institucioneve të reja. Deklarimet e Kurtit ndaj opozitës zun vend edhe tek deklarimet e ish-partnerëve AAK-Nisma. Kurti mbrëm deklaroi se pa Limajn AAK nuk do ta kalonte pragun. Këtij konstatimi Haradinaj u përgjigj duke thënë se pa alternativën e pa listën guxo. As vetëvendosja nuk do ta kishte kaluar pragun, por nuk e la me kaq. Ka angazhu këtë vlenin e Maqedonisë, beshoni, me 10 rania është vlenit Maqedonisë, vinë prej Maqedonie me kontaktu Adem Hoxhën, me kërkesë të Albinit. Ky është Albin Kurti. Edhe nga Nisma e komentuan deklarimin e Kurtit, i cili tha se arsyeja kryesore e dështimit të marrëveshjes ka qenë kërkesa e Limajt që të marrin postin e kryetarit të kuvendit. Në Kosovë nuk kanë qenë gjithmonë numrat që e kanë përcaktuar rëndësinë, mirë po peshën që ka një lider. E në këtë drejtim zoti Limaj dihet që ka dhënë një kontribut të çmueshëm. Seanca tjetër e 20 me radhë nis të premten nga ora 11.